Në qoftë se ke arritur në këtë regjistrim, do të thotë që ndihesh më mirë me veten, më i çliruar nga mendimet negative ose gjithçka që të shqetëson. Ky është synimi ynë. Të ndryshojmë komplet mendjen tonë, botën tonë emocionale. Kemi përdorur hipnozën mjekësore, kemi përdorur meditimin dhe psikoterapin në të gjitha këto regjistrime që kemi bërë deri tani. 3 në 1. Është vërtet magjike. Ndoshta nuk ndihesh plotësisht i çliruar, por me ushtrimet që do bëjmë në vazhdimsi, do mësojmë më shumë mbi veten tonë dhe mbi autokontrollin e ndjenjave tona. Apo jo? Ne kemi të drejtë të ndjejmë atë që dëshirojmë të ndjejmë. Të pavarur nga ndikimet e jashtme, por dhe nga ndikimet e brendshme, sepse ndonjëherë problemi qëndron këtu. Dhe ju e dini shumë mirë. Kemi arritur tashmë pas kaq kursesh tek ndryshimi i mendimeve negative. Do i bëjmë dhe një refresh me kursin e sotëm dhe të ftoj të përqendrohesh, ta marrësh seriozisht, sepse avash avash do shikosh përmirësim dhe do rikthehesh personi që ti ke qenë dhe dëshiron të jesh sot. Shijoje këtë kurs. Ulu në një vend të rehatshëm, ndoshta dëshiron të kesh kufjet për të shijuar dhe për të hyrë më thellë në mendime. Mbyll syt dhe fillo merr frymë thellë. Merr frymë kadal. Ndje se si ajri hyn nga unda dhe del nga goja. Ndje se si me çdo frymarrje ti ndjesh më i lehtë dhe çdo tension i trupit dhe i mendjes largohet. Me çdo frymarrje ndjen se je duke u futur thellë, gjithnjë e më thellë, në një gjendje qetësie dhe relaksimi. Mendo për frymën si të ishte një valë e qetë dhe e ngrohtë që përhapet në çdo pjesë të trupit. Çdo frymarrje të ndihmon të çlirosh çdo peshë, të qetësosh mendimet dhe të përgatitesh për këtë udhëtim të brendshëm. Tani që je i qetë, përqendrohu dhe mendo diçka që të sjell ankth, frikë, pasiguri. Mendo kush është ky mendim. Këto mendime mund të jenë të lidhura
me pasigurinë, me frikën nga e ardhmja, ndoshta ke vetë dyshime. Lejoj mendimet negative të shfaqen natyrshëm, pa i gjykuar. Imagjino sikur çdo mendim që ti ke të jetë një re e vogël, një re e vogël që kalon në mendjen tënde. Ti mund të dallosh një mendim të zakonshëm ankthi, si për shembull gjërat mund të shkojnë keq, ndoshta ke frikë nga mendimet e tua, ke frikë se mos nuk i kontrollon dot, nuk i ndalon dot. Ndoshta janë mendime dhe të frikshme. Ti mendon, unë nuk jam mjaft për këtë. Shikoj mendimet e tua sikur të jesh thjesht një vëzhgues dhe shiko që ato mendime janë të përkohshme. Tashmë ti ke identifikuar mendimet e tua, dhe imagjino se si po i ndryshon një nga një. Ti je në rrugën e duhur. Ti po i ndryshon ato. Për shembull, në qoftë se ke menduar unë nuk jam mjaft, zëvendësoje me unë kam aftësinë dhe mundësinë për të përballuar çdo situatë. Nëse një mendim është gjërat mund të shkojnë keq, zëvendësoje me unë kam fuqinë përballoj çdo gjë që ndodh. Në qoftë se ke një mendim obsesiv që nuk e komandon dot, mendo unë jam më i fortë se ai mendim. Në qoftë se ke një dëshirë, një varësi që ti nuk e ndalon dot, thuaj unë jam më i fortë se ajo varësi. Mendo për çdo mendim negativ sikur të ishte një re që shfaqet dhe zhduket. Duke lënë pas një mendim të ri, një mendim të ndritshëm, një mendim pozitiv që mbush mendjen dhe zemrën tënde. Ndje që çdo mendim pozitiv që ti krijon është si një dritë që ndriçon mendjen tënde, duke larguar errësirën e frikës dhe të ankthit. Drita
largon errësirën e frikës dhe të ankthit. Përsërit këto fjali disa herë. Unë kam kontroll mbi mendimet e mia. Përsëritet disa herë. Unë mund të zgjedh mendimet e mia. Unë mund të përballoj çdo sfidë. Unë zgjedh mendime që më sjellin qetësi dhe siguri. Unë meritoj të ndjej paqe dhe besim në çdo situatë. Përsëriti disa herë. Çdo fjalë që përsërit thellon ndjesinë e besimit, të qetësisë së brendshme. Ndje që kjo ndjenjë qetësie po mbush gjithmonë e më shumë hapësirën e brendshme të mendjes tënde. Imagjino tani se si këto mendime po hynë thellë në subkonsciencën tënde, tek ajo pjesa emocionale e trurit. Tashmë ato po zënë vend, ti po ujit trurin tënd njësoj si të ujisje një lule të etur. Uji po rrjedh, lulja po lulëzon në të njëjtën mënyrë, edhe mendja jote po ndriçon. Çdo mendim i ri sjell paqe të thellë dhe siguri. Ndërsa përqendrohesh tek këto mendime pozitive, ndje se si trupi yt po relaksohet, ndihesh më i lehtë, më i pavarur. Ti ke kontrollin mbi mendimet e tua. Dhe zgjedh që të mbash paqen dhe forcën. Tani që mendja është mbushur me mendime të reja, subkonscienca jote po punon, po i përthith e ujitur. Riktheu ngadalë në momentin e tanishëm, të numëroj nga 1 te 5 dhe me çdo numër do të ndjesh që po rikthehesh në këtë moment. Do jesh më i kthjellët. 1. Ndjej frymën që thellohet dhe ti bëhesh më i gjallë, zemra rreh lehtë, qetë. 2. Mendja dhe trupi janë relaksuar. 3. Ndihesh i qetë dhe i fuqizuar,
duke marrë me vete mendimet pozitive. 4. Po rikthehesh plotësisht këtu, i mbushur me vetbesim. 5. Hap syt. Rikthehu. Atëherë, si ndihesh? Përgjigju. Ndihesh më mirë? Ke më shumë vetbesim, ke më shumë kontroll, ndihesh më i sigurt? I ke krijuar trurit një hapësirë e cila mund të ndryshojë, mund të modifikohet me fuqinë tënde. Pra ti po punon me subkonsciencën tënde, po krijon rrugë të reja, lidhje të reja, po përdor neuroplasticitetin e trurit tënd. Shihemi tek regjistrimi i radhës.